Në fshatin Dhoksat, pjesë e njësisë administrative Lunxhëri në bashkinë Gjirokastër, jeta gjatë këtyre ditëve të dimrit vjo normalisht. Temperaturat e ulta dhe ritmi më i qetë i sezonit nuk kanë dalur për ditëshmërinë e banorëve, të cilët vazhdojnë angazhimin e tyre sipas traditës së hershme të zonës. Banorët e Dhoksatit mbeten të lidhur fort me zakonet dhe mënyrën tradicionale të jetesës. Punët e kësaj stine, kujdesi për shtëpitë karakteristike prej guri, përgatitjet ushqimore dhe organizimet bujqësore janë pjesë e përditshmërisë së tyre, duke ruajtur identitetin e fshatit ndër vite. Siç kanë zakon banorët këtu të bëjnë të thurën baqera, të bëjnë këto punra të koshtit të andej këte që kur vi beharit i kenë gati këto gjëra, këta mos kenë probleme kështu. Kjo është periudha që bëjtu. Se tani është muaj shkurt edhe fillojnë këto gjëra, pastaj fillon puna këtu. Jo mbjellën qepën, jo mbjellën patate, jo shumë gjëra të tjera që i kanë kështu. Këta që merren me bujqësi. Ndofta një që është me blektori, a i ka punë rreth kohës. është i veshur me punë të rrjetën. Edhe kështu mbillet puna në fshat. Blektoria, bujqësia? Blektoria, bujqësia, tjetër gjë s'ka këtu. Tani duhet të krasit i pemë, vreshta, të punoj të ke punuar toka, avash përgatiten për mbjellje. Ne nuk kemi shumë blektori këtu, po ato që janë, 2 kopek janë. Blektoria ka punë, ta kam punë, ta të ro kanë pjellë baktia, tani mere me përveç shqenjën, kujdese për ta, shqeni, bëjnë, me dhëmë, ata kam punë. Ndërkohë Dhoksati njihet si një nga destinacionet e preferuara turistike gjatë sezonit veror, arkitektura karakteristike, natyra dhe mikpritja e banorëve tërheqin çdo vit një numër të lartë vizitorësh vendas dhe të huaj, duke e kthyer fshatin në një pikë të rëndësishme në hartën turistike të zonës. Pëlqen se kështu ka qenë, turist ka qenë ki fshat, gjithmonë edhe ka këto panorama, ato shtëpitë e mëdha të bukura kështu. Edhe ka shumë të huaj që vinë i respektojnë këto gjëra, këto i duan shumë. I duan shumë këto gjëra. Kanë interes? Ka interes ma se janë kurioz ata që vinë këtu, janë kuriozit. Edhe shikojnë ja të shtëpi që është si çpamje ka të futesh brenda, dhe ajo është shtëpi madhështore. Turistët këtu vinë vetëm me një familje vinë turistët, vinë dhe kështu. Turist ka dhe nga Shqipëria brenda se vinë. Na me ishti mafi fshatit. Edhe pse dimri sjell qetësi, banorët presin me padurim ardhjen e verës. Sezoni turistik për ta përfaqëson jo vetëm gjallëri dhe lëvizje, por edhe një burim të rëndësishëm të ardhurash dhe zhvillimi për komunitetin.